Your Excellency Prime Minister, Zoti Kryeministër i Shqipërisë, Zoti Edi Rama, të nderuar ministra, të nderuar deputet, të nderuar ambasador, të nderuar koleg, të cilët janë të pranishëm ditën e sotme, Chairman of the Castrati Group, Mr. Shefqet Kastrati, i nderuar kreu i Castrati Grupit, Zoti Shefqet Kastrati, zonja zotëri, mirë se erdhët te aeroporti ndërkombëtar i Tiranës. Ditën e sotme jemi duke kërmëtuar një arritje historike për aeroportin tonë dhe për sektorin aviacionit në Shqipëri dhe për të rajonin e Ballkanit Perëndimor. the first transatlantic flight Ky është fluturimi i parë transatlantik Toronto. drejt Torontos It's a connection dhe that është një lidhje in the dreams of e cila ka qenë një ëndër për këtë vend për vite me radhë, kanë qenë vite punë dhe nga një aspirat në një ëndër u kthye në një realitet që në sotme. represent the culmination of Dhe kjo përfaqëson kulminimin e viteve pune të madhe të investimeve në infrastrukturë capacity you can see dhe në kapacitete, siç mund të shikoni për rreth jush, development of our people. dhe tek zhvillimi i njerëzve tanë, i kapitalit njerëzor. International Airport, Tek aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ne besojmë vërtet se aviation connectivity drives development. aviacioni, ndërlidhja sjell zhvillim dhe ne e kemi kthyer këtë në qëllim në mënyrë që të ofrojmë dhe të ofrojmë ndërlidhje me Shqipërinë. Dhe në këtë udhtim ne jemi përballur me një sër sfidash. Për ditë përballem me sfida. Mirëpritja e operacioneve të ndryshme të gjëra siç jemi duke bërë ditën e sotme nuk është diçka e lehtë dhe kërkon vizion, përkushtim dhe investime të qëndësishme. Nëpërmjet përkushtimit të Castrati Group deri më tani ne kemi investuar diku te 300 milion euro në mënyrë që ta kthejmë aeroportin e Tiranës atë që është sot. Dhe në këtë transformim ne kemi përgatitur aeroportin për të qenë në përputhje me kushtet e aviacionit modern. Kjo është në drejtimin e të gjithë personave të përfshirë dhe ky investim është fokusuar dhe ka sjell një rezultate, ka tërhequr linja të reja dhe kjo ka ulur tarifat të cilat janë duke paguar qytetarët për të udhëtuar nga dhe drejt Shqipërisë dhe po ashtu e ka bërë të përballueshme fluturimin për miliona njerëz. Note that the benefits of this extends beyond the airport. Dhe përfitimet e kësaj shkojnë përtej kufive të aeroportit dhe çdo rritje që lidh pjesën e ndërlidhjes ndikon rritjen e PBB-s me 5%. Ndikon zhvillime tek zhvillimi i turizmit dhe e bën Shqipërinë një vend më tërheqës. Siç e dini, The investment that we have completed so far investimi që ne jemi duke përmbyllur deri më tani ka bërë të mundur që të rrisim në mënyrë të qëndësishme me volumin e trafikut dhe numrin e pasagerëve tek aeroporti ndërkombëtar i Tiranës. growing airport in Europe. Dhe ne tani më njihemi si aeroporti me rritje më të madhe nga 3.3 milion pasagerë 2019 në 11.6 milion vitin e kaluar dhe tani më po shikojmë se si të arrijmë mbi 13 milion pasagerë vetëm këtë vit. By opening new routes, Duke hapur rrugë të reja, duke hyrë në tregjet e reja, now is able to Tia ditën më sotme është në gjendje që të më presë turistë nga gjithë bota, literalisht nga gjithë bota, nuk është më vetëm Europa. Dhe kjo i jep mundësinë gjithë këtyre personave që të vinë të shijojnë bukurinë e Shqipërisë, kulturën e Shqipërisë dhe çka është më e rëndësishme, mikpritin shqiptare, ajo që karakterizon ofertën tuaj. Pra, nuk është rastishme që sot Transatlanti është për të hapur një rrugë drejt Kanadas. Ky nuk është vetëm një destinacion turistik. Kanadaja është shtëpia e një prej komuniteteve më të mëdha të diasporës shqiptare dhe krijimi një ure ka për të lejuar anëtarët e tyre që të kenë një lidhje më të fortë me vendin e tyre, me dheun e tyre. Dhe çka është më e rëndësishme? Kjo rrugë lidh dy shtete, dy popull dhe ka për të siguruar që ka për të fuqizuar marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Kanadas kur bëhet fjala tek ekonomia, tek investimet, tek arsimi dhe tek shkëmbimet kulturore. Disa prej jush e dini që
kjo kërkesë për të rrugë si dhe me rrugë të tjera që do të lidhi diasporën ka qenë një kërkesë për vite me radhë. Dhe ne dinim që tregu ishte aty, sepse vetëm vitin e kaluar kishte 36.000 persona tek rruga midis Shqipërisë dhe Torontos, të cilët u ndërlidhen nëpërmjet një raporti tjetër që të vinë këtu. Për ne, ky ishte një prej tregjeve më të rëndësishëm ku nuk kishim hyrë ende. Dhe ne dim që pasagerët ishin aty, kërkesa ishte aty. Dhe që na mungonte ishte që dikush të besonte mjaftueshëm në këtë rrugë në mënyrë që të nisnin fluturimet. Dhe e gjendëm në Air Transat dhe te kolegët tanë atje. Dhe fakti që ato kanë fluturuar ditën e sotme që të jenë të pranishëm këtu është një dëshmi i besimit që ato kanë tek ne, destinacioni jonë, tek aeroporti jonë këtu në Shqipëri, dhe besimi i tyre së bashku me besimin tonë që kjo ka për qenë një udhtim dhe një rrugë e suksesshme vitet në vijim. Kjo lidhje drejt për drejt dhe dëgjuam dëshmitë e ndjeshme ku ne u larguam nga Torontoja dhe pasagerët dhe përfaqësuesit atje nuk ishin vetëm shqiptarë. Dhe kjo lidhje është një rrugë e cila zgjeron ndikimin e saj përtej kufive të Shqipërisë. Kjo është një rrugë për tërë Ballkanin dhe sidomos për Kosovën. Dhe kjo rrugë ka për të ofruar një lidhje me Amerikën e Veriut dhe ka për të qenë përballueshme fal partnerëve tanë në Air Transat. Megjithatë, rruga është po ashtu një demonstrim i gjërave që mund të arrihen kur investimet private, partnerët e besueshëm, si Air Transat, po çka është më rëndësishme, leadership efektiv i institucioneve publike, të cilët janë duke punuar në të njëjtin qëllim, dorë për dorë me njëri tjetrin. Dhe kjo është arsyeja pse unë jam këtu kryesisht për të dhënë disa falënderime personave të përfshirë, institucioneve të përfshira, që të sigurohen se kjo do kthehej në realitet. Si fillim, Air Transatin dhe zyrtarëve të tyre të cilët janë të pranishëm këtu për besimin që i kanë dhënë tregut aviacionit në Shqipëri. Ne jemi të nderuar që Air Transati ka zgjedhur Tiranën si destinacionin e tyre më të ri. Dhe po ashtu jemi të përkushtuar tek tia për të siguruar që ky partneritet ka për të vijuar, ka për të zgjatur në kohë dhe ne kemi për të punuar së bashku në mënyrë që të krijojmë një partneritet edhe më të fortë me Air Transat. Ashtu duhet të shprehim mirënjohjen tona tek aviacioni civil në Shqipëri dhe drejtorit ekzekutiv, sepse roli i tyre nuk ka qenë vetëm në lehtësimin e kuadrëve rregullator që të kishin fluturime këtu, por ashtu për të siguruar se çdo gjë do të ndërtohej në një mënyrë të tillë që do të ishte në përputhje me të gjitha operacionet që ne përpiqemi të arrijmë këtu në Tiranë. Duam po ashtu të falenderojmë ambasadën e Shqipërisë në Kanada, advokacia të cilëve ka ndihmuar që të realizohet diçka e tillë dhe ka përmirësuar dialogun, bashkëpunimin që na ka sjellë në këtë çast ku ndodhemi sot, si dhe ambasadën e Kanadas në Shqipëri, sepse ata na kanë mbështetur dhe ka qenë kampion të marrëdhënieve midis dy shteteve. Ne po ashtu dëshirojmë të falenderojmë Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve për punën që është kryer në mënyrën që të ekspozohet Shqipëria në botë, që të sigurohemi që menjëherë pasi të kemi rrugën, rruga do të mbushet me pasagerë, siç ishte ditën e sotme ku ishte 100% i mbushur. Faleminderit edhe një herë që jeni duke promovuar trashëgiminë shqiptare, kulturën dhe vlerat shqiptare. Dua po ashtu të falenderoj Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministrinë për Europën dhe Marrëdhëniet e Jashtme, sepse nëpërmjet punës së tyre ata sigurohen që marrëveshja për shërbimet ajrore, që ka qenë nevojshme, jo vetëm që do të jetë aty, por mundësua në kohë rekord. Personat e përfshirë dinë që ne kemi punuar deri në çastin e fundit që të sigurojmë që kjo kishte për të realizuar. E fundi, po më pak e rëndësishme, në emrin e aeroportit në Kombëtar të Tiranës duhet të shpreh mirënjohjen time ndaj kryeministrit Edi Rama. Sepse
Vëmendja e veçantë dhe mbështetja e jashtëzakonshme që i ka ofruar projekti dhe çka jemi duke përpjekur të bëjmë këtu dhe tek industria e aviacionit në përgjithësi. Ne kemi qenë dëshmitar të përkushtimit të tij personal për të përshpejtuar proceset, miratimet qeveritare dhe lejet e nevojshme për të siguruar që jo vetëm do të kemi rrugën më të madhe në Ballkanin Perëndimor, por po ashtu do të kemi dhe kuadrin që të ofrojmë lidhje të drejtpërdrejt midis Shqipërisë dhe Kanadas dhe në të ardhmen në më gjerë në Amerikën e Veriut. Dua t'i falenderojmë dhe i herë të gjithë partnerëve, të gjithë aktorët, të cilët kanë kontribuar në mënyrë që ta kthejmë ditën e sotme në një ditë historike për Tian dhe për Shqipërinë. Dhe tani më dëshiroj të prezantoj miqt të mirë me të cilët kemi zhvilluar evente shumë të mira ditën e djeshme në Toronto dhe kur të shikoni përgjigjen e tyre në fakt edhe kjo port midis komunitetit shqiptar dhe kosovar që ishin aty për të kremtuar fluturimin e parë bllokoi komplet aeroportin në Toronto, pra është një nder i veçantë për mua që të ofroj zotin Littman, i cili është vënë kryetar i marrëdhënieve të Transartit, në mënyrë që të dëgjojmë për këtë iniciativë të re. Faleminderit shumë. Thank you. Faleminderit shumë Piero Vittorio. Shkëlqësia juaj, zoti Edi Rama, kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Nderuar Albana Koçiu, zëvendës kryeministre e Shqipërisë, të nderuar ministra dhe zëvendës ministra, deputet. Shkëlqësia juaj Artemis Malo, miku mirë, ambasador i Shqipërisë në Kanada. Zoti kryeministër, ju keni një ambasador të shkëlqyer në Kanada, i cili është duke bërë gjëra të jashtëzakonshme dhe nuk e pranon jo si përgjigje. Po ashtu dua të njoh dhe ambasadorin kanades këtu për gëzime dhe ju dhe faleminderit shumë për pranimin tuaj këtu, ne vlerësojmë vërtet. Maksim Temaj, drejtor i aviacionit civil. Maksim, faleminderit shumë për çdo gjë që jeni duke bërë dhe po ashtu dua të njoh dhe leadershipin e Kastrati Group ditën e sotme. Faleminderit shumë për përfshirjen tuaj që keni drejtuar këtë ditë të jashtëzakonshme. Mirëdita, zonja dhe zotëri, dhe faleminderit shumë që jeni me ne. Unë quhem Howard Lippman, jam zëvendës presidenti i marrëdhënies të qeverisjes të Air Transatit. Historike për Shqipërinë. Urime. On behalf of the more than Në emrin e më shumë se 5.000 personave të Air Transat, është një privilegj i jashtëzakonshëm që të jemi këtu dhe t'ju prezantojmë të gjithëve Air Transatin. Ditën e sotme ne nuk jemi thjesht duke hapur një rrugë të re, jemi duke kremtuar një arritje historike. Sepse për herë të parë një fluturim direkt lidh Shqipërinë dhe Kanadan dhe ky fluturim shënon një fluturim historik përveç Shqipërinë, pasi është shërbimi i parë transoceanik. Dhe me këtë fluturim inaugurues ne jemi duke hapur rrugën drejt Kanadas dhe tek horizonti i madh i Amerikës së Veriut, duke sjellë më pranë Shqipërisë dhe Ballkanit. Në kohën e diversifikimit të tregtisë të marrëdhënieve, ne jemi shumë krenar që jemi linja e vetme ajrore që ofron një lidhje të tillë. Shqipëria është duke dalë si një prej destinacioneve më të rëndësishme në Europë, duke ofruar përballëveshmëri, peizazhe të jashtëzakonshme, kulturë të pasur dhe përvojë autentike. Po përveç pjesës e kulturës, kjo rrugë madhe çka më domethënë se pasi fuqizon lidhjet midis diasporës së Ballkanit në Kanada dhe në të gjithë Amerikë, po ashtu krijon rrugë të reja për bizneset, për investimet, për shkëmbimet kulturore. Po ashtu i sill komunitetet më pranë njëri tjetrit në një mënyrë që vetëm shërbimet e drejtë për drejta mund të ofrojnë. Dhe së bashku me partnerët tanë, ne kemi për t'i bërë këto lidhjet në të gjithë Kanadan dhe në të gjithë Amerikën e Veriut dhe këtë përpiqem të bëjmë ne si Transart. Për 40 vite misioni jon ka qenë i qartë që t'i sillim njerëzit së bashku. Dua të falenderoj sinqerisht të gjithë partnerët tanë
plan përfshirë aeroportin e Tiranës, aeroportin e Torontos për bashkëpunimin, për mbështetjen në mënyrë që ta kthejmë këtë në realitet. Dhe po ashtu dua të marr një çast që të falenderoj të gjithë individët dhe institucionet e tyre, të cilët kanë punuar të partneritet të vërtet në një kaos të përbashkët në mënyrë që ta kthejmë këtë ëndër në një realitet. Edhe pse nuk mund t'i përmend të gjithë personat këtu, ju e dini se kush jeni dhe dua t'i falenderoj shumë. Maksim, I'm delighted to finally meet you. jam shumë i lumtur që takohemi personalisht nga afër, që të vlerësoj profesionalizmin tënd dhe të të falenderoj për këtë ditë historike. Ja dolëm. I'd also like to acknowledge Po ashtu dëshiroj të vlerësoj praninë e të gjithë të ftuarve të veçantë dhe partnerëve tanë për kushtimin të cilëve ndihmon në fuqizimin e marrëdhënieve midis vendeve tona. Dhe është e përshtatshme që ne të të jemi të plotit në sotme dhe kam parë 3 fluturimet të ardhshme dhe të gjitha fluturimet janë 100% të zënë. Dhe kjo është e fikë çfarë kishim nevojë në kohën e duhur dhe është një dëshmi i mbështetjes së jashtëzakonshme të komunitetit për këtë fluturim dhe Air Transati është shumë e lumtur që të nisi këtë projekt së bashku me ju. Dhe mesazhi jonë është i qartë. Faleminderit shumë që keni besuar tek ne me këtë mundësi të jashtëzakonshme dhe ju lutem vijoni që të mbështesni këtë fluturim në mënyrë që të bëjmë edhe më shumë gjëra së bashku. Faleminderit. Urime. Merci beaucoup. Thank you very much. I have to say that it's easier to Më duhet të them që është shumë e lehtë që të punosh me një kompani të tillë e cila është e përkushtuar që të na ndihmonë në qëllimin tonë. Është mjaft e lehtë të bashkëpunosh me ta. Tani më dua të prezantoj shkëlqësinë në zonën e Lisa Goldberg, që është ambasadore e Kanadas në Shqipëri në mënyrë që të thotë disa fjalë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Dear Prime Minister, Të nderuar kryeministër zoti Rama, është kënaqësi t'ju shikoj, të nderuar ministra, të një person të shkëlqyer. il s'agit d'un événement historique, car il ne s'agit pas seulement du premier vol direct entre le Canada et l'Albanie, mais aussi, comme toutes les autres avaient déjà souligné, c'est le seul vol commercial dans l'escale entre l'Amérique du Nord et le Tirana. It's such an enormous pleasure to be Është një able kënaqësi e veçantë që të jem këtu në mënyrë që të mirëpresim këtë rrugën e re të transatit midis Torontos dhe Tiranës. le Canada soit au cœur de cette étape importante pour l'Albanie. This new air transit Sepse kjo rrugë e re e transatit ja vlen që të kremtohet. Pasi është më shumë domethënëse se thjesht një ofertë e re ajrore. Është një mundësi. Është një mundësi si një demonstrim konkret i marrëdhënieve midis dy vendeve tona, i cili është dinamik dhe rritet vazhdimisht. Ne jemi së bashku aleat të NATO-s. Ne jemi të bashkuar nga përkushtimi për të sjellë stabilitet dhe prosperitet dhe lidhjet tona ekonomike janë duke u zgjeruar në mënyrë të qëndrueshme. Dhe gjatë dekadave të fundit tregtia jonë dypalshe është katërfishuar dhe ka mundësi fantastike që të rritemi më tej dhe ne besojmë se ka dhe mundësi potenciale që të tërheqimi investime kanadeze në transport, në investime, në energji dhe në sektorët e tjerë. Por siç u vure, kjo është edhe më e qëndrueshme, me më shumë se 400.000 kanadezë me origjinë shqiptare, është një lidhje plot jetë dhe gjallëri midis dy vendeve, sepse kjo marrëdhënie tonë tek familjet e komunitetet dhe tek pasuria e gjuhës, e kuzhinës dhe kulturës e cila lidh dy vendet tona. Dhe kjo është arsyeja pse ashtu si përmendi dhe Howardi dhe Piero Vittorio, kjo është arsyeja pse lidhjet ajrore sjellin ndryshime të qëndrueshme. Fluturimet direkte nuk kanë bën vetëm me udhëtimet. Asnjëherë nuk ka qenë vetëm për udhëtimet, kanë qenë me ndërtimin e urave. Ka të bëjë me ndërtimin e urave për turistët, sipërmarrësit, studentët dhe familjet. Urë të cilat lehtësojnë bizneset, investimet, arsimi dhe mbi të gjitha lidhjet njerëzore. Ashtu siç ka përmendur Ismail Kadare, për shtëpia e shqiptarit Shqipëria Zotit dhe në këtë traditë lidhja midis miqve, edhe pse është një lidhje e panjohur, ka një vlerë të jashtëzakonshme dhe kjo lidhje e re ajrore ka për të mundësuar më shumë kanadezë që të përjetojnë mikpritjen e jashtëzakonshme për të cilën njihet Shqipëria dhe për të cilën nuk kanë pasur mundësinë që ta shijojë gjatë këtyre 4 vite gjysmë. Megjithatë, ka për të mundësuar edhe shqiptarët që të zbulojnë bukuritë e Kanadas, njerëzit plot gjallëri,
dhe ekonominë tonë tepër dinamike. Remercier chaleureusement Air Transat ainsi que l'aéroport international de Tirana pour avoir construit ce nouveau pont entre le Canada et l'Albanie. Un pont qui rapprochera encore davantage nos économies, nos institutions et surtout nos citoyens. I'd like to warmly welcome Dëshiroj të mirëpres të gjithë personat që erdhën në fluturimin e sotëm, dua t'ju uroj një udhtim të këndshëm atyre që kanë për të larguar pasditen e sotme dhe kanë për të shkuar në Toronto në këtë ditë të shënuar për gëzime, aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, Transatit dhe Artemis Malo, kolegës time e cila ka punuar fort që të realizohet çka tillë. Faleminderit shumë. I'm positive with the help of both Unë jam pozitiv që mendimin e të dy ambasadave kemi për të realizuar që ky do të jetë një fluturim që Air Transat duhet ta operojë për gjatë gjithë vitit. Duhet të sigurojmë për çka të tillë. Tani më dua të mirëpres të podiumi zotin Blenden Goxhe, ministër i Turizëm, Kulturës dhe Sporteve. Faleminderit. Nderuar përfaqësues të institucioneve, nderuar partner, dashur miq, konektiviteti është kryefjala e zhvillimit të turizmit, ndaj sot është një moment historik jo vetëm për aviacionin civil, por edhe për turizmin shqiptar, mbar shqiptar. Ulja e avionit parë me fluturim direkt nga Kanadaja në Tiranë është hapja e një ure të re lidhëse mes Shqipërisë dhe Amerikës Veriut. Kjo është linja e parë ndërkontinentale që lidh vendin tonë drejt për drejt me një treg kaq të rëndësishëm dhe përfaqëson një hap të madh në strategjinë tonë për ta bërë Shqipërinë gjithnjë e më të aksesueshme. Konektiviteti është një nga shtyllat kryesore të zhvillimit të turizmit dhe një faktor vendimtar për rritjen ekonomike. Sa më shumë lidhje direkte të krijojmë me tregje ndërkombëtare, aq më shumë mundësi hapin për turistët, bizneset dhe investimet. Turizmi shqiptar po përjeton një nga periudhat më dinamike të tij, duke kthyer në një nga shtyllat kryesore të gjithë ekonomisë së vendit. Viti 2025 është një vit i rëndësishëm lidhje me vizitorët e huaj. Shqipëria prit rreth 12.4 milion vizitorë, ndërsa sektori i turizmit dhe aktivitetet e lidhura me të kontribuan me rreth 24% të prodhimit të brendshëm bruto. Edhe rezultatet e muajve të parë të vitit 2026 konfirmojnë vazhdimin e kësaj tendence shumë pozitive. Gjatë periudhës janar-maj 2026, vendi ynë priti mbi 3.7 milion vizitorë të huaj, ndërsa vetëm në muajin maj u regjistruan 143.595 vizitorë më shumë se muaji maj i vitit kaluar, ose 16% më shumë pra krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Këto rezultate tregojnë se Shqipëria po fiton gjithmonë më shumë besimin e vizitorëve ndërkombëtar dhe po konsolidohet si një destinacion me potencial të jashtëzakonshëm. Një tregues po aq domethënës është dhe rritja e trafikut ajror, ku vetëm në 30 maj, si shembull, në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza, pra këtu ku jemi, u regjistrua dita me numrin më të lartë të pasagjerëve në histori, me 51.420 pasagjerë në vetëm një ditë. Ky rekord pasqyron rritjen e kërkesës për Shqipërinë, zgjerimin e lidhjeve me tregjen ndërkombëtare dhe efektivitetin e politikave tona për promovimin e vendit si një destinacion konkurrues dhe duke shpresuar që ne të ta kemi një arritje për turizmin gjatë gjithë vitit. Sot Kanadaja është një destinacion i ri në hartën e fluturimeve, një portë e re drejt Amerikës Veriut dhe një mundësi konkrete për zgjeruar praninë tonë në tregje të reja turistike. Kjo linjë krijon mundësi të reja për të tërhequr vizitorë, ka një treg me kaq potencial, pra jo vetëm Kanadaja, por objektivi ynë nuk është vetëm të presim më shumë turist, por të rrisim kohëzgjatjen e qëndrimit tyre në qëndrimet dhe strukturat akomoduese si kapacitete, normën vjetore të okupancës së hoteleve dhe nivelin e shpenzimeve për turist. Ndaj, udhëtarët që vinë nga larg janë për ne strategjik, sepse kanë më shumë ditë qëndrimi dhe rinë më shumë në vendin tonë. Vetëm kështu krijojmë më shumë vlerë të shtuar për ekonominë kombëtare dhe më shumë përfitime për bizneset turistike dhe komunitetet lokale anë mban. Çdo linjë e re ajrore është një investim me një zhvillim afatgjatë sa i takon kontributit që lë për vendin dhe për ekonominë. Arsyeja pse zgjerimi i konektivitetit mbetet një nga projektet tona strategjike. Turizmi po dëshmohet çdo ditë më shumë si një motor i fuqishëm, kryesori i ekonomisë. Rritja e flukseve turistike sjell gjithmonë më shumë investime, nxitësi për marrjen dhe krijon mundësi të reja për gjithë vendin. Dëshiroj edhe një herë të falenderoj gjithë partnerët institucional, në veçanti këtu dy ambasadorët Artemis Malo dhe Elisa Goldberg,
dhe autoritetin e aviacionit civil në veçanti zotin Maksime Temaj, Aeroportin Ndërkombëtar Tiranës dhe kompaninë ajrore për angazhimin dhe për bërjen mundur të kësaj arritje. Jam i bindur që vetëm pika e nisjes dhe shumë shpejt do të negociojmë për të shtuar orare dhe për të ardhur me sa më shumë avion gjatë javës plot. Faleminderit. I took the occasion. Dua të shfrytëzoj këtë mundësi duke dëgjuar fjalën e shkërqësisë së ambasadorës së Kanadas në Shqipëri dhe e pyeta zotin ministër që të organizojë disa evente në Toronto. Edhe eventet e tjera më të gjëra në Kanada për të promovuar dhe më shumë këtë fluturim në mënyrë të eksplorojmë më shumë dhe me ndihmën tuaj mund të organizojmë diçka për të promovuar Kanadan këtu te aeroporti. Faleminderit shumë dhe tani më duhet jap fjalën ministrit, rregullatorit ton, i cili kontrollon zhvillimet tona. Dhe në mbikëqyrjen e tyre ne jemi duke bërë të gjitha këto, si dhe autoritetit civil të aviacionit, zëmë të presim zotin Enea Karakaci, i cili është ministri i infrastrukturës dhe energjisë. Faleminderit. I nderuar zoti kryeministër, e nderuar ambasadore, të nderuar përfaqësues të Air Transat, të nderuar pjesëmarrës, jemi mbledhur sot në këtë ceremoni jo thjesht për mbërritjen e një avioni në fakt, por për hapjen e një mundësie të re për Shqipërinë. Për historinë, për herë të parë në historinë e aviacionit civil shqiptar, një fluturim direkt lidh Kanadan me Shqipërinë, duke krijuar një urë të re mes dy vendeve tona, mes njerëzve tonë, familjeve, bizneseve dhe kulturave tona. Kjo arritje sigurisht nuk është rezultat i rastësisë, ajo është produkt i një bashkëpunimi shumë të ngushtë ndërmjet institucioneve shqiptare dhe kanadeze, i një pune intensive diplomatike dhe teknike, si dhe i besimit që industria ndërkombëtare e aviacionit ka tek Shqipëria. Vetëm pak muaj më parë, kur u shfaq interesi i Air Transat për të operuar fluturime direkte në Shqipëri, ne kuptuam menjëherë rëndësinë strategjike të kësaj mundësie. Për këtë arsye, institucionet tona u angazhuan me prioritet për të negociuar dhe finalizuar marrëveshjen për kacet e transportit ajror mes dy shteteve. Dhe pikërisht për këtë gjej edhe rastin për të falendëruar Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, Autoritetin e Aviacionit Civil, partnerët tanë kanadez, për të gjithë ekspertët që punuan me përkushtim për të bërë të mundur këtë arritje. Sot kemi dëshmuar se kur ekziston vullneti dhe bashkëpunimi, pengesat burokratike mund të tejkalohen dhe interesat qytetare mund të vendosen në plan të parë. Kjo linjë ka një rëndësi të veçantë për mijëra shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Kanada. Ata janë ambasadorët më të mirë të vendit tonë, një komunitet i integruar dhe i respektuar që ka ruajtur lidhjet e forta me Shqipërinë. Dhe në fakt edhe dita e sotme ne pamë që në avionin e zbritur pjesa më e madhe ishin shqiptarë që tregon lidhjen e pashmangshme me shtetin e tyre. Por ndikimi i kësaj linje shkon përtej diasporës. Ajo hap një treg të ri për turizmin shqiptar, sjell vizitor nga një prej vendeve më të zhvilluara të botës dhe krijon mundësi të reja për biznesin, investimet dhe shkëmbimet ekonomike. Ky zhvillim është gjithashtu një tregues i transformimit jashtëzakonshëm që ka përjetuar aviacioni shqiptar gjatë viteve të fundit. Vetëm pak vite më parë, Shqipëria konsiderohej një treg periferik. Numri i pasagerëve tashmë në ditën e sotme është trefishuar krahasuar me periudhën para pandemisë. Lidhjet ajrore janë zgjeruar ndjeshëm dhe Shqipëria po bëhet gjithnjë më shumë e aksesueshme për qytetarët dhe vizitorët nga gjithë bota. Kjo rritje normalisht nuk do kishte asnjë kuptim pa sigurinë në aeroport. Prandaj kemi investuar paralelisht për forcimin e mbikëqyrjes së aviacionit civil, në përmirësimin e standardeve dhe në harmonizimin me kërkesat europiane dhe ndërkombëtare. Ndërsa shohim drejt së ardhmes, vizioni ynë është i qartë. Më shumë lidhje, më shumë mundësi dhe një aviacion që mbështet zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Linja Toronto-Tiranë është vetëm fillimi. Ne do të vazhdojmë të punojmë me partnerët tanë ndërkombëtar për të zgjeruar rrjetin e destinacioneve, për të rritur kapacitetet infrastrukturore dhe për të siguruar që Shqipëria të mbetet një histori suksesi në aviacionin evropian. Sot festojmë një arritje të përbashkët dhe si e tillë mirë se erdhët në Shqipëri, mirë se erdhët në Tiranë dhe mirë se erdhi një kapitull i ri në marrëdhënien midis Shqipërisë dhe Kanadas. Faleminderit.
Thank you, Minister. Dua të falenderoj shumë, i nderuar ministër, për fjalët tuaja dhe jam i sigurt se ju do të na mbështesni edhe vitet në vijim, sepse projekti që jemi duke zhvilluar këtu nuk ka përfunduar dhe kemi nevojë për mbështetjen tuaj dhe atë të aviacionit civil në mënyrë që dhe projektet të tjera kam për të realizuar sa më shpejt që të jetë e mundur. Tani jam i nderuar që në emër të raportit ndërkombëtar të Tiranës dhe të Kastrati Group të mirëpres këtu në podium kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama. Faleminderit. Besoj se shumë gjëra u thanë dhe nuk është e udhës që ti përsëris për të zgjatur këtë takim që ka një rëndësi të madhe për faktin se për herë të parë Shqipëria bëhet pjesë e hartës së fluturimeve transoceanike, gjë që deri dje do të ishte krejtësisht një fantazi e shfrenuar, ndërsa sot është një realitet, falë pikërisht uljes në Tiranë, në aeroportin e Rinasit të avionit të parë nga Kanadaja, përkatësisht nga Toronto, i cili, siç e tha edhe përfaqësuesi i kompanisë, ishte plot, ndërkohë që unë i them përfaqësuesit të kompanisë atë që i kam thënë të gjithë atyre që kur kanë ardhur me linjat e tyre në Shqipëri kanë filluar një javë, dy javë, nga meraku i kostove dhe nga frika e mos nxjerrjes fitimit që mos nguroni fare, sepse shqiptarët janë pa diskutim të parët në dy gjëra. Në mesazhe celulare dhe fluturime me avion. Dhe pa diskutim që linja juaj do jetë shumë e suksesshme, por tani më për ne kjo është një gjë që ndodhi dhe i përket të kaluarës, edhe pse e kaluara është vetëm sot paradite, ndërkohë që objektivi strategjik është që së shpejti të kemi edhe linjën tjetër direkte, atë me Shtetet e Bashkuara. Edhe në raport me këtë objektiv është bërë një përparim i konsiderueshëm, edhe mund të them që jemi shumë më afër finalizimit se sa çfarë mund të mendonim vetëm pak vite më parë. Të dhënat e aeroportit të Tiranës janë të jashtëzakonshme. Aeroporti i Tiranës prej disa vitesh mban vendin e parë në Europë për rritjen e numrit të pasagjerëve dhe mjafton shifra e ndryshuar e 7 e 9 viteve nga 2016 në 2025 për të kuptuar se çfarë rritje maramëndse ka ndodhur me aeroportin e Tiranës. Në 2016, kur filloi një fazë e re në punën e përbashkët për transformimin
e mëtejshëm të aeroportit dhe modernizimin e aviacionit ton civil, kishte vetëm 22.000 fluturime në vit për 2.2 milion pasagjerë. Më pak se 10 vite më vonë, numri i pasagjerëve arriti në 13.7 milion dhe numri i fluturimeve në 82.000. Një shifër që ne parashohim të kaloj 100.000 në fund të kësaj dekade dhe në fillim të dekadës tjetër. Ashtu si kundër, nga ana tjetër nuk është vetëm rritja e numrit pasagjerëve, por është edhe përmirësimi i cilësisë së shërbimit. Aeroporti i Tiranës është një ndër aeroportet e para në Europë që ka hedhur hapin e kalimit të digitalizuar të check-init dhe të check-outit, ndërkohë që së shpejti, po këtu ne do të hapim një kapitull të ri të transformimit digital të aeroportit dhe të modernizimit të mëtejshëm të tij, një kapitullin e portave digitale, të cilat do t'jenë porta ku do të hyet pa asnjë lloj kontrolli nëse je shqiptar dhe nëse ke një pasaport biometrike shqiptare. Kjo do të bëjë që për të gjithë pasagjerët shqiptar që hynë në aeroportin e Rinasit të jetë një hyrje si në shtëpinë e tyre dhe gjithë informacioni do të merret nëpërmjet inteligjencës artificiale që do të ketë kjo port. Natyrisht që ideja është që të fillojë me pasagjerët vendas dhe me njëherë pastaj kësaj t'i bashkohen dhe pasagjerët e huaj, gjë që do t'jetë një transformim i jashtëzakonshëm në shumë aspekte dhe sidomos edhe një aspekt tjetër që shpeshherë ne harrojmë në këtu në Shqipëri, por që është një aspekt themelor për aviacionin, që është aspekti i sigurisë së aeroportit. Jemi sot në një moment shumë të rëndësishëm edhe për faktin se tani më Shqipëria e ka përmbyllur një fazë të re transformimi në turizëm dhe duhet hyjë patjetër në një fazë tjetër transformimi. Përpara se të vija këtu po shikoja disa të dhëna dhe një sër shifrash krahasimore qoftë me djeshmen, qoftë edhe me rajonin dhe Mëgjër, dhe një prej grafikëve që pash dhe shumë kuptiplot ishte grafiku që tregon se si aritmetikisht ne kemi arritur pikërisht në momentin kur duhet të synojmë të hapim kapitullin e turizmit të gamës lartë, e turizmit të konsumatorit të pasur, e turizmit që sjell më tepër të ardhura për një numër shumë më të vogël njerëzish. Dhe ai grafik e tregon më së miri që rritja e vazhdueshme e numrit të turistëve që janë në kategorinë e turizmit masiv nuk sjell një rritje po të vazhdueshme të ardhurave, por të ardhurat fillojnë edhe shkojnë në një grafik tjetër, në një trend tjetër shumë të ngadalë rritje. Ama nëse pastaj krahasojmë të ardhurat
që rriten shumë ngadalë me shpenzimet që rriten shumë shpejt, si rezultat i rritjes shpejt të numrit të turistëve të masës, që do thot shumë më tepër presion mbi trafikun, shumë më tepër presion mbi sistemin ton të pastrimit, shumë më tepër presion mbi përpunimin e mbetjeve, shumë më tepër presion mbi sistemet e ujit të kanalizimeve dhe patjetër edhe nuk diskutohet shumë më tepër presion tërësor mbi mjedisin, atëherë llogaria është shumë e thjeshtë. Dhe është një llogari e thjeshtë për të gjithë ata që bien pre e një të menduari në dukje të drejtë, por në thelb tërësisht gabuar, që për çfarë na duhet ne turizmi i gamës lartë, për çfarë na duhet ne, për çfarë na duhen ne rezortet ku vinë ata që janë të pasur, kur ne nuk kemi akses në to. Në fakt, e kundërta është e vërtet. Na duhen sa më shumë nga ato për të pasur sa më shumë të ardhura për ne, për të pasur sa më shumë të ardhura për komunitetin, për ekonominë, për biznesin dhe natyrisht pastaj për arkën e shtetit. Kështu që jemi në këtë pikë, do të vazhdojmë të sjellim më shumë turist, por ajo çka tani më ne jemi shumë të qartë se si duhet t'i qasemi është të sjellim më tepër të ardhura në familjet shqiptare dhe në arkën e përbashkët të shtetit shqiptar. Në mbyllje dua të shtoj se ka një projekcion profesional dhe shumë të qartë, po ashtu për sfidën që kemi përpara, që është projekcioni i numrit të pasagjerëve që potencialisht do të hynë në Shqipëri në një dekadë më tutje dhe i numrit të fluturimeve që duhet i përgjigjen këtij numri pasagjerësh. Kjo do të thotë që duhet vazhdojmë të zgjerojmë sistemin ton të aviacionit civil, të gjithë janë të informuar për disa vonesa të shkaktuara jo për shkak të shtetit apo për ndonjë fatkeqësi natyrore, por për shkaqe tërësisht të brendshme të kompanisë në aeroportin e Vlorës. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka ndërmarrë hapat e duhur në këtë drejtim dhe objektivi ynë mbetet i palëvizshëm që aeroporti i Vlorës, një tjetër aeroport ndërkombëtar me potencial shumë të madh, do të hapet me patjetër dhe nuk do të jetë pre e mosmarrveshjeve brenda kompanisë. Jemi në fazën e përgatitjes fundit për të çelur garën për aeroportin e Gjirokastrës, i cili do të jetë ndryshe nga Tirana dhe Vlora një aeroport turistik dhe kryesisht sezonal dhe pa diskutim që nuk kemi asnjë arsye të heqim dorë nga zhvillimi i mëtejshëm i aeroportit të Kukësit, edhe pse kur vjen puna tek marrëveshjet për linjat ajrore, ato janë marrëveshje private që zhvillohen në një nivel të interesit të kompanive dhe të vetë aeroportit. Dhe e fundit fare është që ne
e kemi nisur këtë detyrë me vetëm 6.5% të popullsisë shqiptare që kishte akses në aviacion. Pra vetëm 6.5% e shqiptarëve udhtonin me avion ose mund të merrnin një avion kur ne e kemi nisur detyrën. Ndërkohë që sot që flasim, shifra ka shkuar në afro 40% e shqiptarëve që përdorin avionin. Është rezultat i hapjes së konkurrencës, pas përfundimit ati koncesionit më parshëm dhe të trashëguar që e bënte të shtrenjtë për i të vërtetës fluturimin nga Shqipëria dhe për në Shqipëri, por pa diskutim dhe falë rritjes së të ardhurave të shqiptarëve që është një fakt që mund të diskutojmë dhe mund të diskutohet si pas dëshirës, por që si çdo fakt është i pa luftueshëm nëse i referohesh të dhënave. Falenderoj të gjithë dhe një falënderim veçantë për ambasadoren e Kanadas. Nuk kam asnjë falënderim për përfaqësuesit e kompanisë. Përfaqësuesi i kompanisë ka ardhur këtu për të fituar para, edhe ne mirëpresim edhe patjetër që na vjen shumë mirë sepse sa më shumë të fitojë kompania, aq më shumë do rritin fluturimet, po falënderim nga unë jo. Nuk keni bërë asnjë sakrificë, madje jeni dhe vonë, se do të kisha ardhur më përpara, por prapë jeni më përpara se ata që do vinë më mbrapa. Falënderimin kam për ambasadoren që ka bërë rrugë për të ardhur deri këtu. Duhet falenderoj të gjithë punonjësit e aeroportit, falenderoj të gjithë punonjësit e sigurisë, falenderoj gjithë punonjësit e policisë së shtetit që shërbejnë këtu në aeroport. Në të gjitha kuptimet mund të them që edhe nga mirëpamja e raporteve njerëzore, aeroporti është një vend tjetër, jo se nuk ka momente që nuk janë mjaftueshmërisht të kënaqshme në komunikim, por gjithsesi kur mendon se deri dje vije në Shqipëri, futeshe në aeroportin e vendit tënd dhe të shikonte polici më keq se sa të shikonin policët e aeroporteve të vendeve të tjera që edhe ata nuk të shikonin mirë, sot besoj që kemi arritur një sukses historik sepse kemi policë të buzëqeshur. E pa imagjinueshme deri jo shumë vite më parë. Shumë faleminderit gjithëve.